Ola dhe disa prej banorëve të tjerë shpërthejnë në një debat të ashpër kundër Gjestit, duke e vënë atë në qendër të kritikave dhe akuzave. Të acaruar nga sjellja dhe veprimet e tij, ata e sulmojnë me fjalë, duke i bërë të qartë se nuk e shohin si një person të denjë për të qëndruar më gjatë në shtëpi. Ti je një njeri shumë i keq, Gjesti. Nuk ke fare ndjenja, nuk e di si arrin të sillesh kështu me njerëzit, i thot Ola, me një ton të lartë dhe plot nerva. Banorët e tjerë e mbështesin atë, duke tundur kokën dhe duke i hedhur vështrime përçmuese Gjestit, i cili fillimisht përpiqet të ruajë qetësinë, por duket qartë që situata po bëhet e papërballueshme për të. Nuk meriton asgjë. Je thjesht një manipulues, një lojtar i paskrupull që vetëm mendon si të përfitojë nga të tjerët, thot një tjetër banor, duke i drejtuar një shikim të ftohtë. Gjesti ngre vetullat dhe qesh me ironi, por brenda tij dallohet një lloj tensioni. Kush jeni ju të më gjykoni? Sikur të ishit ju më të mirët këtu brenda. Të gjithë luani lojën tuaj, por unë të paktën nuk e fsheh. Kjo deklarat i acaron edhe më shumë banorët. Ola, duke mos e përmbajtur dot veten, afrohet edhe më shumë dhe i thot me përçmim, ti nuk ke respekt për askën. Ti përdor njerëzit, krijon drama, dhe pastaj sillet sikur nuk ke faj. Ne të gjithë e kemi kuptuar lojën tënde. Tensioni rritet, banorët flasin njëri mbi tjetrin dhe Gjesti, edhe pse përpiqet të duket i ftohtë, duket se është i goditur nga sulmet. Ai shikon përreth, sikur kërkon një aleat, por këtë herë duket se të gjithë janë kundër tij.